tjetër sui ciklonare po fuqizohet në mesdheun perëndimor, por që i takon sërisht zhvendoset dhe lokalizohet mbi Italinë qendrore. Ajo qendër ciklonare do të na prek edhe neve, përgjithsisht Ballkanin, duke prodhuar reshje me intensitet të paktën mesatar. Gjithë territorin shqiptar apo? Për të gjithë territorin shqiptar, sepse ne tham edhe dje dhe sot, por deri të dielën reshjet janë krejt të pakta dhe të karakterit lokal, janë vetëm në disa zona, ndërsa kjo qendra ciklonare sjell një sistem të fuqishëm me vranësira për të gjithë Ballkanin. Në disa zona të Ballkanit do të sjell rreshje shiu, në disa zona më në brendësi rreshje dëbore. Në territorin shqiptar do të sjell kryesisht shi, por edhe pak dëbor, duke qenë se temperaturat nuk është se do të luhaten shumë në vlerat minimale, çfarë nuk kupton që do të qëndrojnë rreth zeros dhe lehtësisht negative temperaturat, gjë e cila rreshjen e bën që të jetë dëbor vetëm në zonat e thella malore. Pjesa më e madhe do ketë rreshje shiu.